Zonat rurale të Libohovës po kthehen në një nga destinacionet më të preferuara për turistët gjatë sezonit veror, mes tyre spikat fshati Labove Kryqit, i cili tërheq çdo ditë vizitor vendas dhe të huaj fal historisë së pasur, natyrës së paprekur dhe mikpritjes karakteristike të banorëve. Peizazhi, qetësia dhe vlerat kulturore e bëjnë këtë fshat një ndalesë të rëndësishme për çdo që viziton jugun e Shqipërisë. Po udhëtojmë në jug të Shqipërisë dhe pasi vizituam Gjirokastrën, vendosëm të vim edhe në Labov të Kryqit. Kishëm dëgjuar se është një fshat me shumë histori dhe bukuri natyrore. Sapo mbërritëm, u mahnitëm nga peizazhi dhe qetësia që ofron ky vend. Është një destinacion shumë i veçantë dhe jemi të lumtur që e vizituam. Ne preferojmë të vizitojmë fshatra tradicional sepse aty mund të njohim më mirë kulturën dhe jetën e një vendi. Labova e Kryqit na la një përshtypje shumë të mirë. Natyra është e mrekullueshme, gjithçka është e ruajtur me kujdes dhe mikpritja e banorëve na bëri të ndihemi menjëherë si në shtëpi. Vizitorët shprehen se Labova e Kryqit ofron një përvojë ndryshe nga destinacionet e zakonshme turistike. Ata vizitojnë kishën e njohur të fshatit, shijojnë bukuritë natyrore, ecin në rrugicat karakteristike dhe njihen nga afër me traditat e zonës. Banorët i presin turistët me mikpritje, duke u treguar historinë e fshatit dhe duke i njohur me gatime tradicionale e mënyrën e jetesës. Rritja e numrit të vizitorëve po sjell më shumë gjallëri dhe po krijon mundësi të reja për zhvillimin e turizmit rural. Vizita në Labov të Kryqit ishte një përvojë shumë e bukur. Vizituam kishën, shëtitëm në rrugicat e fshatit dhe mësuam më shumë për historinë e këtij vendi. Më pëlqen fakti se gjithçka ruan autenticitetin e saj dhe ndihesh edhe pranë traditës. Banorët na pritën me shumë dashamirësi dhe na treguan për jetën e tyre të përditshme, historinë dhe traditat e zonës. Kjo ishte pjesa më e bukur e vizitës sonë, sepse nuk pam vetëm një vend të bukur, por njohëm edhe njerëzit dhe kulturën e tyre. Është një eksperiencë që ta kujtojmë për shumë kohë. Turistët e huaj tregojnë se gjatë udhëtimit të tyre kanë vizituar disa nga qytetet më të njohura të Shqipërisë. Pas ndalesës në Gjirokastër, ata zgjedhin të vizitojnë edhe Libohovën, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë zonave rurale dhe veçanërisht Labovës së Kryqit. Ata vlerësojnë kombinimin e historisë, natyrës dhe mikpritjes së banorëve, ndërsa shprehen se këto fshatra përfaqësojnë Shqipërinë autentike dhe janë ndër vendet që do t'u rekomandonin edhe turistëve të tjerë.